Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri së bashku këtë mbrëmje për të diskutuar një tjetër temë rreth gjuhës shqipe. Dihet që gjuha shqipe është një nga gjuhët e para të degëve të gjithë gjuhëve të botës, degëve indo-europiane, gjuhëve të quajtura indo-europiane. Pra është një nga degët që ndodhet në fund të rrënjve apo për të mos thënë gjuha rrënjë e të gjitha gjuhëve, le ta themi që është një nga degët e para. Dhe si e tillë, kjo ka disa veçanti, disa rregulla, disa gjëra tjera që gjuhët e tjera nuk i kanë, dhe për këtë qëllim ne do të flasim sot këtu në këtë emision me studiuesin zotin Albert Nikolla. Përshëndetje zoti Albert dhe mirë se erdhe në studio. Përshëndetje ju si televizion dhe mirë se ju gjeta. Po. Atëherë dihet që gjuha shqipe është një nga gjuhët bazë, një nga gjuhët më të vjetra, dhe brenda fjalëve të gjuhës shqipe ndodhen edhe shumë fjalë të gjuhëve të tjera. Por pse gjuha shqipe operon me elementet e para të gjuhës? Po, është një konstatim që e kanë bërë gjuhëtarët më të mëdhenj të botës. Është pikërisht Franz Bob, i cili i pari zbuloi që për emrat vetor të gjuhës shqipe kishin një rëndësi të jashtëzakonshme në gramatikën e gjuhëve indo-europiane, dhe punimin e parë që kreuaj me mbi gjuhët indo-europiane në fakt e kreu me emrin vetor të gjuhës shqipe. Ky punim ishte prezantimi i parë që bëri Franz Bob në Akademinë e Prusisë, një punim që fatkeqësisht u zhduk, po që ekziston vetëm në analet e Akademisë Shkencave të Prusisë, i shënuar si punim shkencor i Franz Bobit. Shpresoj që diku të jetë ruajtur, por që citohet, do të vërtetohet zyrtarisht që ka ekzistuar ky punim i Franz Bobit mbi vjetërsinë e gjuhës shqipe. Pastaj pati diskutime shumë të mëdha mes Pedersenit, Franz Bobit dhe shumë gjuhëtarëve se ku duhej klasifikuar gjuha shqipe. Ishte një problem i madh në fakt në klasifikimin e gjuhës shqipe, sepse pikërisht gjuha shqipe plotësonte të ishte gjuhë nostratike fillestare, i plotësonte të gjitha kushtet, plotësonte kushtet të ishte edhe një gjuhë euro-aziatike, gjuhë para-indo-europiane, plotësonte edhe kushtin për të qenë indo-europiane. Edhe për një kohë të gjatë gjuhëtarët u luhatën se ku do ta klasifikonim, edhe në fund do të ishte Pederseni, i cili tha, meqense situata është shumë e komplikuar me gjuhën shqipe, le ta lejmë te gjuhët para-indo-europiane dhe indo-europiane, sepse asnjëherë nuk u vun dyshim që gjuha shqipe ishte një gjuhë indo-europiane. Do të thonë, studiuesit ishin shumë të sigurt, si Franz Bobi, si Pederseni, si Trunmani, të gjithë studiuesit e mëdhej që u morën me gjuhën shqipe ishin të sigurt që ajo ishte një gjuhë indo-europiane. Problemi që kishte ishte se kjo gjuhë indo-europiane ishte edhe sipër greqishtës. Ishte shumë gati e përafërt ose e njëjtë me gjuhën sanskrite. E tani diskutoi se kush do të ishte gjuha më e vjetër mes sanskritesh dhe shqipes. Për fat keq, Franz Bobit ju bën disa presione, disa persona zyrtar i shkuan dhe e kërcënuan që të mos merrej me studimin e gjuhës etruske, sepse Franz Bobi mendonte që etruskishtja ishte më e vjetër se sanskritishtja, dhe meqense lidhej me shqipen, mund të merrej me studimin e dy gjuhëve dhe të nxirrte ato glosat e vërteta të gjuhëve indo-europiane. Ka qenë një moment që përmend Zakaria Menjani, kur që thotë që Franz Bobi i është shprehur mikut të tij francez, atij që Michel Breal, që është edhe themeluesi i semantikës në gjuhësi, që le të flej etruskishtja në përjetësi. Do të thonë që
ishte kërcënuar dhe i ndaloi të krynte studime për sa i përket gjuhës etruske dhe lidhjes saj me gjuhën shqipe dhe me ilirishten. I dyti që e ka përmendur problemin e gjuhës shqipe ka qenë studiusi i koptishtes, i kulturës vjetër koptike egjiptianës vjetër, transkriptuesi i gurit të rozetës, që është Champignon, që ishte që bëri shumë deshifrime dhe ndër të tjera tha që koptishtja ka lidhje tha shumë me etruskishten, pastaj ishte ndërhyrja e Vatikanit nëpërmjet vllajt të këtij, që i tha qëndro tha te gjua kopte dhe mos kalo te etruskishtja, sepse cënonte interesat e Vatikanit dhe gjuhësisë zyrtare që po instalohej. Por asnjëherë nuk u vun dyshim që gjua shqipe ishte shumë e vjetër, që ishte pasardhëse e gjuhës ilire. Diskutohej, meqense grekët pretendonin me të madhe që ishin pasardhës të pellazgëve, bëj një ndarje e qëllimshme mes pellazgjishtes dhe ilirishtes, në mënyrë që grekët të kishin pellazgjishten dhe shqiptarët kishin ilirishten, por në kushtet kur ilirishtja dilte që ishte së paku edhe 200 vjet më e vjetër se sa greqishtja, problemi kryesor ishin problemi i shkrimit që sot konsiderohet grek, por që në të vërtetë ishte shkrimi i enkelejtëve. Enkelejtët e krijuan mbretërinë e parë në Europë, ata nëpërmjet krijuan edhe sistemin e parë të lundrimit në Europë, edhe nëpërmjet drinit dhe nëpërmjet dalive, duke u zgjeruar si fis, krijuan Ilirin dhe më pas krijuan edhe popujt e detit, dhe vetë gërmimet arkeologjike që po t'i kryesh në gërmimet arkeologjike në Lin, gërmimet arkeologjike që janë kryer në zonën e Kënetës Maliqit, gërmimet arkeologjike që kryen në Sarand, është qyteti i Xarës, shumë i vjetër, tregojnë që kemi të bëjmë me popujt e detit, dhe popujt e detit ishin fenikësit. Ku ndodhet qyteti Fojniqe, ai që i dha emrin gjithë civilizimit fenikas, ky ndodhet në Sarand, dhe është qyteti Fojniqe, aty ku janë edhe gërmadhat e mëdha dhe ku gjejmë edhe shqiponjën me 2 kokë. Por le të kalojmë në gjuhësitë pastë, se kjo është histori gjuhësore. Nëse ne marrim për shembull fjalët shqipe, kur thotë që gjua shqipe është gjuhë fillestare, nuk mund ta thuash nga vetja jote, pa pasur studime laboratorike, pa pasur matje që kryen me gjuhën. Për shembull, nëse shkojmë në rajonin e Tropojës apo edhe në zonën e Vlorës, urisi thot një vlonjat ose një tropojan, që janë 2 zona shumë të vjetra, urisi thon unë, kamu, thot ai labi. Kamu, thot ai. Edhe tropojani thot kamu. Domethënë kamuri. Unia. Nga fjala nga fjala ka rrjedhur edhe fjala uri. Uja plus ri, uri. Por nga uja ka rrjedhur edhe fjala ushqim. Njeriu primitiv kur e ka marrë ushqimin nga kafsha e ka shqim, e ka shkëputur. Dhe i ka vënë emrin ushqim. Pra, këtu kemi direkt idiomat fillestare të gjuhës fillestare, dhe është e padiskutueshme, sepse sipas ligjeve gjuhësore, domethënë funksioni emërton objektin. Funksioni emërton edhe konceptin abstrakt. Pra, funksioni emërton edhe procesin, ushqyrjen. Por fjala u nuk është punë se gjendet vetëm në gjuhën shqipe. Kjo matricë fillestare u, për shembull, e gjejmë edhe në frangjisht dhe në anglisht, edhe në gjermanisht. Duhet parë me kujdes. Për shembull, nëse marrim nga fjala u,
zona Mirditës i thot nu, më vjen nu, thot ai Mirditës. Kam nu, do më thonë, jam në u, në u ka dhënë nu, dhe nu e gjejmë në fjalën franceze nourrir dhe nutricion, dhe nutrition në anglisht. Pra, kjo matricë fillestare nuk është çështja që gjendet vetëm në shqip. Kjo është një matricë e pastër e shqipës që kalon dhe në frëngjisht, dhe në anglisht, dhe në gjermanisht, por gjendet edhe deri në matricat fillestare të gjuhës mandarin në kin. Pra, këtu kemi të bëjmë me një gjuhë fillestare nostratike, gjuhë e Nuhut, e Noes. Është një gjuhë shumë e vjetër, sepse janë element fillestar. Po jo vetëm kaq, por gjuha shqipe ka shpjegime për fenomenet çuditshme. Për shembull, unë kur kam lexuar Petrozhenj, jam manitur me shpjegimin që i ka bërë X-it. X-i thotë është mungesë, thot Petrozhenj, në matematikë. Dhe jep ekuacionin. Për mungesën thotë ne kemi kuriozitet. Edhe në greqishten e vjetër, po në gjithë gjuhët që ka kaluar në matematikë quhet X. Quhet X, po nga vjen fjala X, sa e nuk ka ardhur nga asgjëja, është krijuar nga një koncept i caktuar. Dhe duke parë se nga fjalën X, unë e mora emrin X dhe i shtrova pyetjen vetes. Ore, ky X-i çfarë është? Po X në zonën e veriut ne i themi diçka që ka ikur. Për shembull, një njeriu, një burri që ka ik në mënyrë pejorative, domethënë në mënyrë fyse, ne i themi X, është i ikur, është i zhdukur, është një X. Dhe duke bërë kërkimet, më doli që X në jug i thon X. Është X thotë, është lënak, është X, jambat. Në duke bërë kërkimet e mia del që folja, emri X vjen nga folja dhe folja është ik. Po folja ik nga vjen? Folja ik vjen nga onomatopeia. Pra, ne kur duam ta shajmë dikë, i themi i sa burri keq, i sa maskara që është, i sa keq e bëri. Pra kemi atë sistemin emocional. Po, dhe i-a ka dhënë foljen ik, dhe folja ik ka dhënë emrin X. Dhe emri X ka hyrë në greqishtën e vjetër si X. Dhe unë e kam thënë, ka kohë, që greqishtja vjetër është një derivat i shqipes primitive, ose i lirishtës. E këto janë matrica që nuk të lënë të gabosh. Pse? Sepse ka 3 përputhje. Është përputhja fonetike, është përputhja kuptimore, është dhe përputhja logjike, idiomatike e gjuhës. Pra janë 3 element që kërkon etimologjia që përputhen plotësisht. Dhe për më tepër është edhe elementi 4. Shqipja nuk operon me një fjalë të vetme. Operon me grupe fjalësh, të cilat janë familje fjalësh. Dhe ti nga onomatopeia i, ke foljen ik, ke foljen X, ke X-in matematik, ke ikanak, ke pra është një familje tërë fjalësh. Dhe shqipja i përmbledh këto. Por po të shohësh edhe me fjalën me elementin u, që është matricë fillestare, që është edhe shkronjë u, dhe që është e gërryer, tregon gryerje, që uria është një formë gryerje. Edhe u, edhe uri, edhe nu, edhe nuri, edhe nutrition. Pra, rreth elementit u mblidhet diçka. Gjithçka dhe shpjegon fenomenin. Po ky Franz Bobi, kur bëri studimet kur bëri glosat e tij indo-europiane, për shembull thotë që fjala linguistik ose lingua ose language në anglisht, thotë që vjen nga fjala e indo-europianistës dingua. Po çfarë është dingua?
Din gua është një shprehje që përdorin gegët, flet gjuha, flet goja. Dhe din, ai e din, ne dim, din gua, din Alberti, din ky, din ai. Është akoma në diçka që e përdorim në len gegnishte. gjuha. E gua është e vjetër shumë. Gua se gua ka dhënë edhe gu në shije në frëngjisht. Ka dhënë degustazh, gusto, ka dhënë shumë fjalë, pra gjuha shqipe jo vetëm që ka dhënë elementet fillestar, po ka krijuar mundësinë e krijimit të një familje të madhe fjalësh që janë gjuhët indoeuropiane. Dikush mund të pyes, po pse një shqiptar nuk merret vesh tani me një francez? Sepse gjuhët kanë evoluar, kanë ecur shumë përpara. Është normale sepse gjuhët janë krijuar mbi sistemin e sinonimisë. Sinonimisë janë fjalë me përbërje fonetike të ndryshme, por që kanë të njëjtin kuptim. Dhe duke krijuar për të njëjtin objekt ose për të njëjtin fenomen shumë fjalë, gjuhët duke marrë sinonimet, njëra ka marrë sinonimin 1, tjetra sinonimin 2, tjetra sinonimin 3, janë ndarë dhe kanë derivuar nga gjuha fillestare. Por ajo që quhet fjalori themeltar i çdo lloji gjuhe indo-europiane, por edhe gjuhës mandarine, edhe gjuhës japoneze, edhe gjuhëve darwiniane, australiane të tjerë, në bazën e këtyre është një fjalor fillestar që janë matricat e fjalëformimit, të cilat janë në këtë gjuhë, nuk përdoren, por që gjenden njëkohësisht dhe në shqip, por shqipja vazhdon t'i përdor akoma me shumë efikasitet. T'jap një kuriozitet. Për shembull, forca e gjuhës shqipe përballë gjuhës arabe, që konsiderohet si gjuhë e shenjtë. Për shembull, gjuha shqipe ka forcën e krijimit sipas matjeve laboratorike të kryera në Sorbonne dhe në Muni, e ka rreth 9 miliard fjalë, nga të cilat ne kemi në arshivat e Institutit Albanologjisë vetëm 1 miliard. Ata që ne kemi në përdorim, se nuk mund t'i përdorish gjitha format, 9 miliard, sepse do t'ishte një gjuhë e llatashme, nuk do mbushte 5-6 biblioteka. Në këto 9 miliard gjuhë, në këto 9 miliard fjalë, mos ndoshta në 1975-ën, kur është bërë standardizimi i thuajse gjithë gjuhëve të botës, duke u bërë ndarja nga rrënjët e vjetra të tyre dhe transformimi në një gjuhë që sot e quajmë të përparuar, por ndoshta është bërë me qëllim për të bërë ndarjen nga rrënjët e përparshme. Për shembull, kemi gjuhën gjermane, e cila dialekti zhvab ka ndryshuar dhe është bërë sot kjo gjermanishte që është pak e transformuar, megjithëse ka shumë fjalë shqipe. Në fakt, ka qenë dialekti prus dhe ka një moment kur gjermanët, duke menduar që janë huazime, në fakt nuk ishin huazime, ishin fjalët e përbashkëta të teutonishtes, që ishte një lloj ilirishte e veriut, duke menduar që po spastronin gjuhën e tyre, filluan të spastrojnë gjithë gjuhën gjermane nga ata që ata i quajtën fjalë shqipe, por ishin të fondit përbashkët, në fakt. Dhe rezultati ishte që ata krijuan disa fjalë kilometrike, fjalë shumë të vështira të gjermanishtes, të cilat vazhdojnë t'i mbajnë dhe sot, edhe shumë gjuhëtarë gjerman janë penduar për këtë spastrim që kanë bërë, sepse kanë dëmtuar gjuhën e tyre. Por me gjithë atë operacionin ekstrem që bën ata për të hequr fjalët e shqipes nga gjermanishtja, prap fjalët që mbeten gjermanisht e kanë kuptimin shqip. Për shembull, varrit ato i thonë graben, groben. Groben lidhet me grop të shqipes, edhe me la grot të frëngjishtes. Ose për shembull stravis, gjop. Stravis është një tok fjalësh i gjuhës shqipe, se të rraf vesin, stravis. Pra, me gjithë atë
ose fjalën tal që kanë ata. Ne përdorim fjalën tal, është gjuhë tallse. Tallën me dikë, themi jam tu tall ose tall. Talle, bëj shaka me të. Ata kanë emrin e gjuhës, siç e kanë rusët jazik. Po ne përdorim fjalën jazik në proces përkeqësues. Ne themi jazik të qoftë. Haram të qoftë. Do të thënë, ata kanë marrë jazikun ton dhe kanë emrin gjuhë. Ose për fjalën lingua, që thashun langua ose dingua, në indo-europianisht është dingua, po është edhe lingua, lëvizgua, lengua, len diçka gjua, sepse flet. Dhe të gjitha këto fjalë i takojnë shqipe, siç janë për shembull edhe fjalë të thjeshta, për shembull da, që përdorin rusët dhe rumunët. Da do të thotë ndaj. Edhe në veri e përdorin për shembull ta bëjmë atë mos e bëjmë diçka dhe ai veriori thotë ada. Ada kjo punë është e mbaruar, e kryer. Ata kanë marrë për sistemin po. Fjalët je e gjermanishtes, ja. Ne përdorim ja ku është. Pra jaja është një formë prapë gjuhës shqipe. Pastaj kemi folën yes në anglisht. Po yes është prapë shqipes sepse vjen nga forma je, që ti ekziston, je, po, është, ekziston. Pra, nga do që ti sillesh ato pavarësisht se kanë fjalët kanë sinonimike, kanë shkuar në gjuhë ndryshme, kanë ruajtur atë substancën e parë të gjuhës shqipe, kuptimin e tyre parsor, dhe shqipja i shpjegon gjithë. Për shembull, po të morish foljen pi të shqipes, e ke pi në shqip, pi uj, por e ke piv, e ke në gjuhën e këtyre arvanitasve, pivo e ke në gjuhën e këtyre ukrainasve, dhe napitok, ne pim tok, napitok, e ke në rusisht. Pra, folja pi është prezente çdo herë. Problemi më i madh që ka pasur gjuhësia indo-europiane është sepse ka pasur një manipulim të sistemit të shtektimit të fiseve ariane kur ata janë shpërndarë nëpër Europë, indo-europianët. Në fakt, edhe rusët vinë nga fiset baltoslave. Po fiset baltoslave nga vinë. Fiset baltoslave vinë nga dy fise ilire që janë baltët, njerëzit e Baltës, edhe skjavi, ka qenë fis në veri të Shkodrës, një fis i vogël, të cilët pas pushtimit romak shtektuan drejt vendeve nordike, konkretisht vendeve që janë në Letoni, Estoni, dhe u vendosën aty. Dhe aty nisi pikërisht origjina e slave. Pra, në esencë, slavët, gjuhën e tyre, ato elementet e partë gjuhës tyre, i kanë të gjuhës shqipe. Atëherë slavët ç'a bën? Ata nxorën origjinën e tyre gjoja nga stepat aziatike, edhe këto fjalë që në fakt janë të shqipes, i kaluan gjoja se janë të slavishtes, për të nxjerrë gjuhën shqipe si origjinë të dytë, si origjinë satelite. Në të vërtet, nuk është e vërtet, sepse ne kemi fisin i pari ka qenë fiset në mat, nga qenë shumë të vjetra, fillesa e fiseve ilire, të cilët ishin fise që vinin nga enkelejtët, dhe mat do të thot burim. Ma do të thot nën, dhe at jep fjalën mat me atë gjatë, dhe aty është burimi. Nga mati pastaj e thot edhe Eqerem Çabej që fjala mat do të thot burim. Po jo burim uj, por burim i gjenezës njerëzore, burim i një kombi. Dhe nga mati dolën ata dhe doli Dalmatia, sepse ata zbritën në zonën e Lezhës dhe morën përsipër nga
Kroacia dhe ishte Dalmatia, dhe Kroacia u quajt Dalmatia. Dhe Dalmatia sipër Dalmatës u vendosën Balmatët, si Balmatëve. Dhe më pas me hyrjen e Romës, disa fiset shtektuan drejt veriut dhe krijuan edhe fiset vikinge dhe fiset baltoslave. Nga fiset vikinge vinë nordikët dhe dihet gjuha shqipe ka një sasi të jashtëzakonshme fjalësh, sidomos gegnishtja me norvegjishten, ndërsa gjuhët slave ishin një devijim i fiseve baltoslave drejt lindjes së Europës deri në Baltik, dhe këtu kemi edhe krimin e fiseve ruse, fiseve slave, dhe nëse merr fjalorin e tyre fillestar, ato matricat fillestare, të gjitha matricat fillestare të gjuhëve slave janë në gjuhën shqipe. Pra, ne provojmë një vjetërsi shumë të madhe, dhe ne i motivojmë me matrica fillestare, por edhe me ligjet gjuhësore, me gjithë duke përdorur metodologjinë indo-europiane, ne i shpjegojmë gjitha gjuhët e Europës, përfshirë slavishtet, gjuhët gjermanike dhe gjuhët latine. Po, madje edhe fjalë të tjera, nuk janë vetëm fjalët që kanë kuptimin shqip, por shpesh shumë fjalë të tjera të gjuhëve të ndryshme kanë përdorur dhe ndryshimin e disa gërmave. Për shembull, në gjermanishte zunder do të thotë ndezur në shqip. Pra, kanë ndryshuar disa gërma dhe kanë krijuar dhe fjalë të tjera në mënyrë artificiale. Ndërhyrja në sistemin e gjuhës gjermane për ta standardizuar atë është e dukshme, sepse sot ne kemi dy gjuhë në Gjermani, është gjermanishtja vjetër, gjermanishtja e re. Për fatin ton të mirë ne kemi shqiptarët kemi një ndër specialistët më të mirë të gjuhëve gjermanike, që është Albert Gjoka, i cili punon për interes të Bibliotekës Gjermane dhe të Akademisë Gjermane. Dhe fare mirë, po të bëjmë një krahasim me prusishten e vjetër dhe shqipen, nuk është se janë gjuhë të larta. Unë do të thoja që janë gjuhë motra, që janë dy gjuhë që kanë dalë nga njëjti burim dhe janë shumë të afërta. Por është e çuditshme se edhe jo vetëm fjalorin e gjermanishtes, por edhe fjalorin e gjuhëve latine, gjuha shqipe e zbërthen me lehtësi. Për shembull, nëse ti merr fjalën ku i ndiqi në italisht, ti e ke akoma tok fjalshin ku u ndiqë në gjuhën shqipe. Kur u ndiqë o ku u ndiqë. Filan ku u ndiqë, filan proces ka ndodhur, filan datë. Pra ku u ndiqë është një formulë që përbëhet nga fjalë një rrokshe të gjuhës shqipe. Por edhe çdo fjalë të italishtes po ta marrim, nëse njeh mirë dialektin gegnishten, mund ta zbërthesh me lehtësinë më të madhe në fjalë të vogla që janë aty. Dhe gjëra të tilla nuk është se i pretendojmë ne si shqiptar. Gjëra të tilla i ka thënë edhe Alberto Arredu, një nga studiusit më të mëdhenj të gjuhës sarde, të Barbagjës. Ata janë aty ka 7.000 vjet aty në ishullin e Sardenjës, dhe për çudi ka një lidhje shumë të fortë me qytetin e Sardës në zonë që gjendet në zonën e Pukës dhe që ka qenë një qytet shumë i zhvilluar. Dhe lidhjet e shqiptarët kanë qenë popujt e detit, kanë lënë gjurmët e tyre në gjithë Mesdheun. Për shembull, nëse marrim qytetet fenikase, që ishin të lidhur me Fojniqen e Sarandës, me qytetin e Feniksëve, kryeqytetin e Fenikasëve në Sarandë, por që nuk thuhet. Për shembull, fjala Kartagjen, ata ishin fise fenikase dhe Kartagjena shpjegohet me fjalët e gjuhës shqipe gjen kartat, gjen librat. Ishte qyteti i bibliotekës më të madhe që ka pas Mesdheu, ku kanë qenë papiruset. Fatkeqësisht do të ishte po një shqiptar që do t'i diqte, ka qenë Skipion Afrikani, i cili në luftë me Hanibalin, pas lufte
doqi qytetin edhe bashkë me qytetin u doq edhe kjo bibliotekë që kishte pasuri të mëdha të kulturës ilirike. Por edhe qyteti i Aleksandrisë pati një nga bibliotekat më të mira të antikitetit, cilin doqi po një shqiptar me origjinë etruske, që foli në momentin e fundit të vdekjes, foli shqip, tha enetoj o prut, domethënë edhe ti o njeri proj, paski pruti i them në dialektin e Divrës, ne i themi njeriu të projt, kopilit, atij që është zënë në prua. Pra mund të thuhet edhe kjo që shqiptarët kanë qenë e keq edhe të shqiptarëve, siç rezulton edhe sot. Unë do të thoshja që janë përdorur. Janë përdorur, por djegja e bibliotekave të vjetra ka qenë qëllim më i lartë nga një mendje e cila vazhdon edhe prej 2000 vjetësh të bëjë të njëjtën luftë hibride ndaj gjuhës shqipe dhe shqiptarëve, të jemi dhe çik më koshient. Edhe sot e këtë dëmi më i madh që bëhet gjuhës shqipe i bëhet nga shqiptarët. Po pse ne sot? Për shembull, ne sot dëmin më të madh kush na e shkakton? As janë patronazhistët që mbështesin një regjim anti-shqiptar në Shqipëri. E njëjta gjë është. Të njëjtën gjë kanë bërë dhe atëherë. Nuk po hyn politik, unë po them që dëmin më të madh jo, në mënyrë krahasimore. Po, unë s'dua të futem politik sepse nuk jam futur deri sot, por kjo është historia. Domethënë ne fatkeqësisht kemi djegur dokumentat tanë, siç vazhdojnë, për shembull, vinin na thonë për shembull amerikanët që Gustav Klotsi ka qenë akademik francez, ka qenë bizantologu më i madh i historisë botës, dhe ai ka thënë qartë që Bizanti thotë është perëndori ilire. Dhe ne si popull kemi mundur të jetojmë në sajt perëndorive të mëdha. Po dhe gjermanët e kanë thënë hapur në studimet e tyre. Fjala Rom vjen nga fjala shqipe ro, dhe Rom do të thotë Roma, do të thotë jeto në përjetësi, ro gjithmonë. Dhe është emër shqiptar i pastër. Dhe gjermanët e kanë thënë gjithë studimet e tyre, ata të kryesorët më të mëdhenj, që Roma u themelua nga shqiptarët, edhe në atë shkrimin fundamental që ndodhet në Rom, shkruar me dialekt me gërmat e kadmit nga mesapët, se mesapët shkuan deri në Liguri dhe mundën atë mbretin e Ligurëve që gjithashtu ishte fise ilire, Ligurët ishin një fis ilir. Ata bën shkrimin që ku thonë që ne jemi krenar që jemi Geg Macedon. Geg Macedon. E qa do të thotë Geg Macedon, do më thënë që Macedonët ishin Geg, që ishin shqiptar të pastër. Dhe tani nëse ti gjen emrin Macedon, Geg, dhe nëse thotë na ina krenar në ilirishte aty, ai është shkrim në ilirisht. Pa e shkrim më i vjetër se sa i grekëve. E këtu është problemi më i madh. Më i vjetër se sa ata kanë themeluar Romën në shekullin e 7 para Krishtit. Dhe zonat gjithë quhej Alban. Madje quhej Albalonga. Qyteti quhej Albalonga. Pse? Ishte zgjatimi i Albanojt. Ishin koloni i Albanojt të kryes sotme aty ku ndodhet Albanoj. Pra, ne kemi një civilizim, kemi krijuar civilizim dhe ato albat janë gjithkund në për Europë, ato qytetet. Pa llogaritur atë, se për shembull ne flasim, dëgjova njërin që po më fliste për civilizimin e madh persiane, iraniane, gjitha këto. Dhe unë duke studiuar arkeologjinë zbulova që anash Lidejve, fisit i lirë të Aziz Vogël, jetonte një tjetër fis që quhej fisi Karjanëve. Dhe Karjanët e kishin themeluar Persepolin. Dhe kur Aleksandri kishte shkuar atje, arsyeja që u kishte nxjerrë iranianëve pse e merrte Persepolin, kishte qenë që ky është themeluar nga ilirët, nga paraarsit e mi. Dhe unë kam të drejtë ta marr dhe të jem mbreti i këtij qyteti. Dhe aty u gjetën pastaj shkrime fenikase.
shkrinë fenikase. Qa të regon kjo? Kjo të regon që ilirët kanë pasur gjithë pellgun e Mesdheut kolonitë e tyre, dhe lufta që është bërë mes Romës dhe Shkodrës për sundimin e pellgut Mesdheut ka qenë luftë mes ilirëve se cili qytet do të ishte qyteti kryesor që do mbante kontrollin e Mesdheut. E fitoi krahu i Romës, por fakti që romakët merrnin vetëm perëndor ilir që sundonin në Rom, ça tregon? Që nuk ishin dy popull ndryshëm, Njëjti popull. që po ishin një njëjti popull, pra çka ka qenë? Ishte perëndoria romake ka qenë një vazhdim i perëndorisë ilirike, por kryeqyteti u transformua nga zona e Shkodrës dhe kaloi në Rom. Aq e vërtetë është kjo, sa që ku bë lufta mes ilirëve dhe romakëve, nga që Roma ishte Alba Longa ose Roma ishte një koloni e Albanopolesit, zona e Vrigjeve, e Tiranës dhe Durrësit ishin krahun e Romës, sepse thoshin këta janë bitë tanë dhe flasin të njëjtën gjuhë dhe u bën kundër agentit. Pra duhet thënë historia siç ka qenë. Popujt, nacionet kanë lindur shumë vonë, kanë lindur në mesjet. Kështu që ne duhet jemi të saktë në historinë. Ta shohim historinë sipas dokumentave të shkruar dhe jo sepse si na pëlqen ne ta interpretojmë sipas interesave nacionale. E vërteta duhet thënë me çdo lloj çmimi. Zoti Albert, ju jeni një pikë reference në gjuhësinë prehistorike në Universitetin e Sorbonës. Çfarë do të thotë kjo për gjuhësinë shqiptare dhe për ne shqiptarët? Po, si shqiptar është krenari, për shembull kur bën studimet mbi prehistorinë e origjinës gjuhëve dhe kur flitet për origjinën euro-aziatike apo nostratike të referohen tek librat e mi, më jep kënaqësi të veçantë. Për shembull, profesori Xavier Ruffin, që është profesor i Universitetit Sorbonës, Universitetit Rouenit, sepse Sorbona përmbledh shumë universitete dhe që merret veçanërisht me prehistorinë e gjuhës, më ka cituar gjithmonë, por nuk është vetëm ai që më ka cituar. Për shembull, muajin e kaluar unë pata rreth 120 citime nga vepra ime, sepse më vijnë informacionet sa herë citohet vepra, më dërgojnë ata që u citua nga filan profesor, nga filan i cili punon në filan universitet, dhe kjo më jep krenari, jam vërtet shumë krenar për punën që kam bërë, por vazhdoj të ngelem në atë modestin time të zakonshme, punoj në heshtje, nuk është se dal shumë në për televizion dhe kërkoj lavdi. Unë e bëj gjithë të punë thjesht për interesa shkencore. Nuk është se unë kam ndonjë respekt madh për popullin shqiptar, megjithëse jam shqiptar, se mendoj që historia ka treguar që ne kemi si popull dobësi të mëdha, por gjuha është diçka tjetër. Gjuha është pasuria më e madhe që kemi ne si popull, por nuk është vetëm pasuri e popullit tonë, është pasuri e gjithë gjuhëve indo-europiane dhe për fatin e mirë tonin, këtë e thonë gjithë studiusit. Por dua të them që puna që bëhet për gjuhën shqipe në Shqipëri është e mangët, është amatore, është e dobët. Imagjino, Shqipëria nuk ka një laborator të studimeve gjuhësore. Nuk ka një qendër shkencore të kërkimeve si që ka Franca, Gjermania, tjerë, nuk ka qendrën kombëtare të kërkimeve shkencore. Nuk ekziston. Gjithçka përmblidhet në akademi, por në akademi unë do të marr rastin e fjalorit. Fjalorit doli me 91.000 fjalë dhe ajo që ndodhi ishte se gjutarët, ata që ishin serioz, u tallën me këtë fjalor, sepse në të kishte fjalë që nuk i takonin shqipes. Ne nuk mund të krijojmë një fjalor me fjalë që nuk i takojnë shqipes. Ndërkohë që
Shqipja ka 1 miliard fjalë, të cilat janë në skedat në Institutin e Albanologjisë, në kushte mjerane, sepse nuk kanë sistem ventilimi, janë gjithë puna studimore e Aleksandër Gjuvanit, e Xherem Çapbejt, e gjutarëve, Kostallarit e kompani, është në mëshirë të fatit. një arshive cila është me lagështirë dhe ku ka 1 miliard fjalë gjuhës shqipe, po që nuk ekziston asnjë fjalor me 1 miliard fjalë gjuhës shqipe. Do të ishin spaku, nëse i marrim me nga 100.000 fjalë, do të botonin, ose me 200 fjalor, do ishin 5 deri në 10 fjalor, të cilët do të ishin me këtë pasuri të gjuhës shqipe që duhet ishin botuar, ndërkohë që për këtë fjalor me 91.000 fjalë janë dhënë $4 milion, me $4 milion duke përdorur thjesht studentat e institutit, studentat e Fakultetit Filologjik të Tiranës dhe Durrësit, me $1 milion mund të ndërtoj një fjalor me 1 miliard fjalë, që bën gjuhën shqipe. Në fakt, gjuha shqipe është gjuha më pasur indo-europiane që në kushtet e tanishme, me atë pasuri që ka, dhe nuk është çështja këtu që ne duhet heqim në standard apo të vendosim në standard. Problemi është se ne duhet t'i fusim në kartoteka dhe në memoriet të ordinatorëve gjitha këto fjalë gjuhës shqipe, dhe ti je i sigurt që me 1 miliard fjalë gjuhës shqipe nuk mund të flitet më për huazimet të shqipes nga slavishtja apo nga gjuhët tjera, sepse shqipja, duke pasur elementet fillestar që janë në gregërisht, nuk ka marrë nga këto, i ka krijuar nocionet vet, sepse edhe në shkencë nuk është bija që pjell nënën, por nëna që pjell bijat. Pra, një gjuhë 9.000 vjeçare nuk mund të jetë huamarrëse e fjalëve, kur ajo ka pasur shansin të krijojë kuptimet e fjalëve e para dhe të përdorë fonemat 1 rrokshe, 2 rrokshe, 3 rrokshe e para. Pra, duket këtu që kemi të bëjmë me një antishkencë. Pastaj ka edhe diçka tjetër, është ajo që quhet lufta kundër etimologjisë popullore. Me çfarë bëhet lufta kundër etimologjisë popullore? Unë jam dakord që ka amator të etimologjisë popullore, ka gjithandej në gjitha vendet e botës. Por nuk mund të themi që gjuha nuk vjen nga natyra, sepse është jo sens. Gjuha vjen nga natyra sepse njeriu primitiv nuk ka pasur një gjuhë paraardhëse, kur ka krijuar gjuhën e parë, që të bie në marrëveshje, siç thuhet në gjuhësinë e manipuluar, që të bie në marrëveshje që ne do përdorim këtë fjalë apo atë fjalë. Do thënë, me çfarë, okay, kanë arrit një marrëveshje ata, po me çfarë gjuhë kanë arrit këtë marrëveshje? Edhe nëse kanë arrit në marrëveshje, kanë arrit me gjuhën emocionale, atë që ka dhënë natyra. Pra, ato kanë përdorur për të arritur një marrëveshje, një gjuhë emocionale, e cila ka dhënë fjalët, po kanë marrë nga natyra sepse ata nuk ishin aq të zhvilluar sa të shpiknin fjalë. Ata kanë marrë, kanë shkuar buz lumit, kanë dëgjuar lumin, i kanë thënë ujë. Po lumi kur ecën i qet, i kanë thënë ujë. Ose shiu kur bie. Kanë shkuar kara shiu, i kanë thënë shi. Shi. Ka bërë shqiponja skip, shqip, i kanë thënë flas ata, shqip. Po e kanë përdorur edhe shqyej pastaj. Shqip, shqip, e kanë përdorur edhe shqyej. Ushqim thotë ai. E shqim, e shqyej. Pra ata për të krijuar gjuhën i janë drejtuar natyrës. Pastaj kjo gjuhë më vonë ka derivuar në gjuhë tjera. Por kush është gjuha fillestare me të cilën është bërë marrëveshja me natyrën, është gjuha shqipe. Edhe këto gjëra kur i thon më të mëdhej të gjuhësisë, kur i thot Bobi, e kur i thot Thunmani e kompani, çfarë na ngelet ne shqiptarëve, kur del Hans Krahe dhe thot që dëgjoni këtu, thot hidronomia e Europës, thot lumejt, liçenet, detet, thot janë gjitha në gjuhën shqipe. Edhe atje në Rusi,
fjala Don ose Danub, nga ndan përmes, Danuj, është e Shqipës, edhe Don Ka shumë e Shqipës, albanolog që i kanë shprehur, i edhe kanë Dnjepër thënë e Shqipës. të njëjtat fjalë. Kur Hans Kraj thot këto, Po, Elba e tjerë emra lumësh na ngelet në shqiptarëve. po pra. Ai la 3000 faqe studime mbi Ilirin, toponimet ilirike, la Franz Bobi mbi gjuhën shqipe, veprën e vet madhore, nuk ja kushtoi greqistes, nuk bëri një gjuhë mbi greqishtën, mbi shqipen e bëri. Do thënë, atëherë çfarë mund të themi ne? Do thënë, ne na mbetet të studiojmë veprat e tyre, uroj që vepra e Bobit të vinë në Shqipe sakt, aty ku thot qartësisht që Shqipja është më e vjetër, thot, dhe ka lidhje me sanskritishtën, kur sanskritishtja është, uroj që të vinë edhe studimet e Arredus. Unë kam edhe një libër këtu të Zakaria Manjanit, që me sa di unë është përkthyer në Shqip, po unë kam këtu, kjo është me shembuj të pafund mbi lidhjen e ilirishtes me gjuhën shqipe. etruske, i shpjegon, është i sakt. Tani një herë, 2 herë, 3 herë, deri në 30% mund të jetë rasti. Po kur gjërat përkojnë 100%, gjuha etruske përkon 100% me gjuhën shqipe. A është rastësi? 100% përkime. E kanë thënë edhe në Bibël shkruhet, Albert, që dikur njerëzit flisnin të njëjtën gjuhë, pastaj u ndërhyu dhe u ngatruan gjuhët, u shpikën shumë të tjera dhe njerëzit u morën më vesh. Pra çdo gjë është bërë për t'i ngatruar njerëzit. Ka patur gjatë 3 shekujve të fundit shumë studiues, jo vetëm albanolog nga Gjermania, Austria edhe vende të tjera të Evropës, por edhe studiues të mirëfillt shqiptar, sidomos këto qindjet e fundit si Lazgush Poradeci apo edhe i madhi Petro Zhej, të cilët kanë lënë gjurmët e tyre me studimet e tyre dhe me ato tregimet e tyre për në këtë fushë që nuk dallojnë nga të gjitha autorët që ju i përmendët. Kështu që ka një volum të madh të shkrimeve shqipe, të historisë së gjuhësisë shqipe, por që çuditërisht vazhdojnë akoma të rinë hije dhe vazhdon të transformohet historia. Ndoshta është një program i cili sa më shpejt të marrë fund, aq më shpejt gjendet e vërteta dhe një paqe me thjesht për të gjithë. Po, problemi kryesor që ka dalë kohët e fundit është se duke qenë se janë krijuar shkencat, janë krijuar këto robotët edhe po përgatiten ato matricat e gjuhës robot dhe sistemet e njërën e tjetrën, operohet me gjuhësinë me strukturale, ose me morfologjinë e fjalëve, ose me fjalët njërokshe, për të parë dhe tani shkenca gjuhësore po ndodhet në vështirësi, sepse zhvillimi i shkencës kibernetike po i nxjerr jashtë loje gjithë pretendimet, manipulimet gjuhësore që janë kryer në dëm të Shqipës. Ka një reflektim nga ana e Akademisë Greke, e cila ka pajtuar një profesor amerikan, Brian Joseph, i cili ka punuar ka vite për ta nxjerrë greqishtën e sotme si të lidhur me shqipen, domethënë si për një priardhje të përbashkët. Domethënë është lufta që të mund të mos ngelet greqishtja pa matrica, dhe për këtë janë shumë studiues tani që po dalin e po thonë që greqishtja ka lidhje me shqipen, edhe greqishtja vjetër ka lidhje me shqipen. Po, greqishtja vjetër ka lidhje me shqipen. Po kjo e reja është një gjuhë totalisht standarde me 7 ndërhyrje. Nëse në gjuhën shqipe është ndërhyr një herë, edhe këta gjuhëtarët të cilët kishin interesa të caktuara
kryesisht interesat gjuhësisë lindore slave, e kuptuan që ishte e pamundur të manipulojë shqipja për arsye sepse edhe toskërishtja është një version i gegrishtës dhe nuk kemi të bëjmë me dy dialekte, por kemi të bëjmë me dy të folme të shqipes. E panë që ishte e pamundur të manipulojë sepse gjuha shqipe mbahet gjallë nga laboratori, domethënë që është gjuha e popullit, dhe hoqën dorë dhe bën vetëm një kongres drejtshkrimi. Po pra. Nuk guxojnë të bëjnë një kongres dytë drejtshkrimi. Pse? Sepse është një problem i madh që në kohën e kongresit drejtshkrimit ishte gjyqtari i madh italian, një ndër më të mëdhenj në botë, Gian Luca Pellegrini, që ka shkruar një libër sulla lingua albanese dhe trajton edhe problemin e drejtshkrimit. Ai e abandonoi drejtshkrimin edhe ishte i revoltuar. Ai tha qartë, tha, ata tha ishin disa fshatar të pa shkolluar, tha, që dolën mal në emër të atë dheut, e shliruan atë dheun dhe po pastaj e pushtuan vetë. Dhe pasi e pushtuan vetë, tha, vendosën që të bëjnë edhe një gjuhë të tyren, në mënyrë që ta impononin. Problemi i tyre, tha, ishte se ata ishin, a e thot të hapur, ishin ignoranta, e thot në libër, ishin ignoranta, thot, edhe nuk dinin ta bënin. Edhe ai pastaj mori dhe tregoi që shkenca albanologjisë nuk duhet mbështetet te Mejeri. S'ka qenë Mejeri një albanolog i shkallës parë, ka qenë slavolog Mejeri. Edhe ka studiuar gjuhën shqipe në interes të slavologjisë. Edhe ai mori ato fjalë që Mejeri i kishte zbërthyer si fjalë me origjinë slave, dhe i zbërtheu gjitha në gjuhën shqipe duke dhënë edhe familje fjalësh. Dhe libri i tij duhet përkthehet në shqip. Është një nga librat më të rëndësishëm mbi gjuhën shqipe, të këtij italiani që ne duhet i heqim kapelen, Pellegrinit, dhe bashkë me Sforza Cavalin, i cili është antropologu dhe gjenetisti më i madh i botës, i cili e radhit gjuhën shqipe si gjuhë e parë, thotë. Shqiptarët dhe armenët, thot ai, thot janë arianët e parë. Do të thënë, ai nuk e vën diskutim që origjina indo-europiane vjen nga Shqipja, por thot që ka mund të ketë edhe element armen. Por Shqipja, duke qenë se është një gjuhë një rrokse që ka ruajtur disa element gjuhës primitive, edhe armenishtja është një gjuhë me fjalë shumë të gjata, 4, 5, 6 rrokse, i bie që Shqipja tjetë më vjetër se armenishtja, dhe në fakt është, dhe armenishtja është një version i mbetur i ilirishtës në Kaukaz, dhe ka i lidhje shumë fort me armenishtën, po Shqipja bën edhe diçka të çuditshme. Për shembull, gjuha gjeorgjiane nuk konsiderohet si gjuhë indo-europiane. Mirë, po kur u zbulua shkrimi në detin e Zi, u zbulua një shkrim, dhe ky shkrim ishte i shkruar në gjuhën gjeorgjiane dhe kishte fjalët aty që ishin lidhje me gjeorgjishtën e vjetër. Unë pata rastin ta lexoj këtë shkrim ta marr dhe ngela i befasuar. I shpjegonte gjuhënishtja një për një gjitha fjalët që ishin në shkrim. Domethënë që Shqipja kalon para indo-europiane, euroaziatike, nostratike, dhe nuk është e rastishme që Michel Morvan, që është baskologu më i madh i botës, kur përcaktoi vjetërsinë e gjuhës baske, tha gjuha baske është ndarë para 23.000 vitesh nga gjuha paraardhëse prehistorikja fillestare gjuha shqipe. Pra gjeti me qindra mira fjalë përbashkëta mes shqipes dhe baskishtes, edhe mes gjuhës sarde, dialektit Barbagjas, që është më i ruajturi, dhe arritin këto përfundime bashkë me shumë të tjerë. Pra kemi të bëjmë me diçka që është e provuar shkencërisht. Tani pse ne na thonë që gjuha shqipe është 1500 vjeçare. Gjuha shqipe në konceptin e kësaj gjuhës që kemi sot, toskrishtia, po,
sepse ajo është krijuar me kodikët e Beratit, ose kodikët e Jo, kjo to skriktja ka qenë. patriarkana e Ohrit, po, patriarkana e Ohrit ka pas një universitet në Berat. Edhe kodikët e Beratit, një pjesë janë shtypur në Ohr, kopjet e tyre janë bërë dhe për Beratin. Po më thënë, ka pasur një akademi, dhe nëse i morim këto kodik, i zbërthejmë, në fakt janë në gjuhën shqipe. Këtu ka filluar krimi i kombit arbër, por para se të ekzistonte gjuha arbëre e arbëris, ka ekzistuar paraardhësja e gjuhës arbëris që ka qenë gjuha ilire. Dhe para se të ekzistonte gjuha ilire, kanë ekzistuar gjuha e popullatave. Dhe para se të ekzistonte gjuha e popullatave, ka ekzistuar gjuha e fiseve, dhe para se të ekzistonte gjuha e fiseve, ka ekzistuar gjuha e matriarkatit. Edhe matriarkati është 50.000 vjet. 60.000 vjet daton me zbulimet që u bën tani aty në drenas të Kosovës, se u gjetën skeletet, u gjetën gërmimet arkeologjike, provuan që aty ka pasur Homo sapiens, aty në matjet me laboratorike që u kryen me karbone, me që janë këto të arkeologjisë. Pra, ne kemi një kontinuitet vazhdueshëm. Por ne s'mund të themi që Shqipja është sepse mekanizmi i Shqipës ka filluar të krijohet që me gjuhën e matriarkatit. Aty janë hedhë fjalët e para, uri, aty është hedhë fjala e parë, ik, yll. Pra, ju e çoni në 50.000 vjet të paktën gjuhën shqipe. 50.000 këte ka vërtetuar shkenca, sepse thot njeriu i parë thot që mbriti në Ballkan, erdhi nga zona e hebraike që ishte 70.000 vjeçare dhe u instalu, dhe aty ky njeri është instaluar, ka fol një gjuhë. Tani si është qytur kjo gjuhë, si ka qenë, për ca kohë është qytë Pellazgji, një pjesë tjetër kohë qytë Japethi, është qytur gjithë Europa Japethi, erdhi epoka greke u qytë Europë, pra ka ndryshuar emri, por kjo s'do të thotë mekanizmin gjuha shqipe e ka marrë nga primiteti, përderisa mban ato elementet e vjetër të krijimit gjuhës me matricat fillestare. Për shembull, marrim fjalën ves. Vo është e veriut. Gegët, po. Ne nuk i themi vez, i themi vo. Nuk është vo me vë-o, është dubël vë-o. Uo. Dhe çfarë do thotë kjo? Kjo është gjuha zanore, është mërësisht fjale vjetër. Nuk mund t'ja përcaktojmë vjetërsinë kësaj fjale. Pastaj këtë gjuhën emocionale ka përdorur Homo erectus në Afrikë, që ka 1.8 milion vjet, e thot Derek Bickertoni. Pra, studimet gjuhësore duhet kesh një vizion shumë të fortë dhe një memorie, një analizë të thelluar, të detajuar, të lidhur me shkencën e gjenetikës, me shkencën e arkeologjisë, të lidhur me matricat gjuhësore, me sistemet logjike, të krijimit të mendimit njerëzor, që të mund të arrish në konkluzione. Ajo që ka gjuha shqipe është pse gjuha shqipe edhe pa shkrime e vërteton vjetërsinë e saj nostratike, si gjuhë e parë. Pse? Është shumë e thjeshtë, sepse Ferdinand de Saussure thotë që gjuha ka karakter arbitrar. Por në asnjë vend të veprës tij nuk thotë që gjuha nuk ka origjinë natyrore. Ai thotë gjuha ka karakter arbitrar sepse nëna ja jep fëmijës fjalët e gatshme. Pra nuk jemi në historinë e gjuhës, jemi në momentin e përdorimit të gjuhës, një moment shkurtër të përdorimit të gjuhës. Dhe kur nëna ja jep fjalët fëmijës, fëmia i merr të gatshme në mënyrë arbitrare. Pra është një marrëveshje e pathënë mes nënës dhe fëmijës, mes prindëve dhe fëmijëve, që fëmia, meqense i ka prindër shqiptar, do mori fjalë shqipe, sepse po ti kishte fëmijë francez, do merrte fjalë gjuhës frange. Dhe ky është karakteri arbitrar i gjuhës, që fëmia e merr në mënyrë arbitrare gjuhën.
Por nga krahu tjetër Ferdinand de Saussure thot, mos e bazoni, thot, etimologjin mbi gjuhë standarde, thot ai. Se ka shumë albanolog tani në botë që marrin ca fjalë gjuhës standarde 72-shit, edhe thonë bëjnë etimologji. Po me etimologjinë e 72-shit gjuha shqipe është e vjetër sa i tako 50-70 vjet. Nuk është më mere. Standardi 72-shit ka qenë manipulim. Dhe çfarë ndodh tani? Po. Ta përfundoj si ide. Por Ferdinand de Saussure thot duhet mbështetin në gjuhën e popullit, gjuhën laboratorike. Atë thot populli thot është ai që prodhon gjuhën, që e përsos, e ekonomizon dhe ne duhet mbështetemi në gjuhën e popullit. Edhe e fundit që thot është fjala thot duhet të shpjegoj edhe të vetë shpjegohet. Pra fjala duhet shpjegojë kuptimin që ka brenda vet. E thot aty, e kam unë në çdo vepër time unë vë një faqe të testamentit etimologjik të Ferdinand de Saussure. Çështja është që kur e kam dëgjuar në Shqipëri, ishin gjuhëtar profesora të universitetit, të cilët nuk ishin gjendje të zbërthenin teorinë e Ferdinand de Saussure. Nuk ishin gjendje të ndanin periudhën nostratike të gjuhës fillestare me periudhën euro-aziatike dhe me periudhën indo-europiane. Janë 3 periudha ndryshme. Dhe i thot ai që ishte antar akademie, i thot atij përfaqësuesit të Institutit Max Planck në akademi, që ne nuk jemi në gjendje ta kuptojmë këtë gjë. Po ti kur nuk je në gjendje të shpjegosh periudhat e zhvillimit të gjuhës, pse i thua vetes albanolog, edhe pse i thua vetes antar akademie, ti duhet t'javësh dorëheqjen nga akademia, ti ikesh dhe trujsh tufën e deleve. Çfarë bën në akademi ti, nëse nuk di rregullat e gjuhës, nëse nuk di diakroninë e gjuhës, nëse nuk di ndarjet e periudhave gjuhësore. Dhe pastaj na kthehen ne që bëjmë Akademinë Perëndim që i shpjegojmë gjitha këto, po ju bëni etimologji popullore. Po gjuhën kush e bën? E bën populli. Ka dalë nga laboratori i Akademisë gjuha. Ashtu është. E ka bërë Akademia e Shkencave gjuhën shqipe? Jo, populli e ka bërë, populli e ka përdorur. Populli ka qenë ai shkencëtari që e ka përsosur këtë gjuhë. Atëherë, shaqe kush ka drejt të më thot mu etimologji popullore? Etimologji mund të bëjë kushti dojë Zoguqevit, unë për vete e bëjnë në mënyrë shkencore, sepse mbështeten mbi normat e përcaktuara nga gjuhëtarët dhe studiusit e indo-europianishtes. Zoti Albert, në përmbyllje të këtij emisioni nuk do të gabonin po të shprehnim atë frazën që gjuha shqipe i ngjan një diamanti që sado që të luftohet mund të pritet dhe të bëhet më i bukur, të marrë ato forma, ato këndet, por për të shkatruar nuk shkatrohet. Ky ishte një konkluzion që doli edhe nga kjo bisedë që ne bëmë së bashku. Ndaj, unë gjej rastin të falenderoj Albert për gjithë këto informacione që ndavët me ne, dhe sigurisht që do të kemi rast që të jemi përsëri në herët e ardhshme për të ndarë dhe informacione tjera të vlefshme që ju i keni. Faleminderit për ftesën dhe ju uroj sukses si televizion. Faleminderit. Të dashur miq, gjej rastin të falenderoj dhe juve në këtë moment, kështu që do ta mbyllim këtë emision së bashku këtu dhe do të jemi përsëri në herët e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirupafshim.